Në periferi të Librazhdit, mes qetësisë së maleve, funksiononte një fabrikë cigaresh me emrin Albania Tabak, që pas pamjes së zakonshme fshihte një skem të sofistikuar kontrabande ndërkombëtare. Dokumentet e hetimit nga SPAK zbuluan përfshirjen e kësaj fabrike në prodhimin dhe shpërndarjen e cigareve në mënyrë të palishme drejt tregjeve të zeza të Europës, përmes rrugëve toksore dhe detare që devijonin kontrollin shtetëror. Hetimet nxorën në pa një rrjet të strukturuar kriminal me 36 të dyshuar, mes tyre 29 zyrtar të doganës dhe ish zëvendës drejtori përgjithshëm i doganave Eldi Hoxha, i cili dyshohet për urdhra që ndihmonin kontrabandën. Pronarët Ilir dhe Dario Jashari, administrator dhe transportues të huaj, vepronin së bashku për të shmangur kontrollet dhe taksat, duke dëmtuar buxhetin me mbi 35 milion euro. Destinacionet fiktive si Çipro dhe Dubai përdoreshin për të mbuluar shpërndarjen reale të cigareve, të cilat rezultonin pa pulla fiskale dhe të prodhuara në shkelje të ligjit. Edhe pse autoritetet greke zbuluan disa raste flagrante, në Shqipëri fabrika kishte mbrojtje institucionale. Në shkurt 2025, ajo i ushqit për vetëm 1 lek kompanisë EA Tobacco, me lidhje të dyshimta me politikën dhe krim të organizuar, duke vënë në dyshim edhe më tej rolin e shtetit në këtë aferë.